Vendimi i gjykatës për zbutjen e dënimit ndaj autorit të vrasjes së oficerit të policisë Novruz Cenalja ka shkaktuar reagim të fortë nga familja e viktimës, e cila e cilëson atë të padrejtë dhe tronditës. Babai i tij, Aslan Cenalja, u shpreh në se vendimi ishte i papritur, si për një prind ashtu edhe për një efektiv policie, duke theksuar se pret që drejtësia të vihet në vend deri në fund. Me tone të ashpra, ai e konsideroi këtë vendim si një goditje të dytë për familjen, duke e përshkruar si një vrasje të dytë dhe e paralajmëroi se do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore për të kërkuar drejtësi. Pavarësisht dhimbjes, ai theksoi se do t'i përmbahet ligjit, duke nënvizuar se si punonjës policie besonte zbatimi i tij, edhe në një situatë kaq të rëndë për familjen. Sipas tij, vendimi do të ankimohet në instancat më të larta, përfshirë Gjykata e Lartë e Shqipërisë, me shpresën që drejtësia të rivlerësojë çështjen. Oficeri Novruz Cenalja u vra më 13 maj 2024 në fshatin Baltëz nga Azgan Mernica pas një konflikti për motive të dobta. Fillimisht, autori ishte dënuar me burgim të përjetshëm, por së fundmi gjykata vendosi zbutjen e dënimit në 35 vite heqje lirie.